Mirë mbrëma, miq të nderuar të Radios Sibilat e Veriut. Përshëndetje për gjithë që na ndiqni sonte. Mirë se vini në emisionin ton me temën Të ftuar në radio. Me mua në panel është zonja Brenda Sejlia dhe mysafiri ynë i ftuar për sonte zotri Petrit Gjoni. Zotri Petrit, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin ton të sontëm. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, një zgjidhje në emisionin tuaj. Faleminderit që keni pranuar ftesën dhe të jeni i ftuar i yni në emisionin e sontëm. Se kush është i ftuar i yni sontëm, do të shpalosim një biografi të shkurtër që do ta shpalos zonja Brenda Sejlia për të vazhduar pastaj me pyetjet dhe intervistën për zotin Petrit Gjoni. Zonja Brenda, fjala për ju. Të nderuar dëgjues të Radio Sibilat e Veriut, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valët tona. Është vërtet kënaqësi si gjithmonë që të jeni me ne. Pasi sonte kemi një të ftuar special i përket politikës, disa vjeçare, madje po themi që në fillimet e demokracisë, di të them ato anët negative, sepse është një personalitet shumë i suksesshëm, por që ka lëvizur në disa parti. Është një njerëz që i ka shërbyer Tigrës, Lezhës, Tiranës për jo vetëm. Është një njerëz sukseseve për gjithë këtë lëvizje, gjithë këto angazhime. Ja lëm vendin pas këngës për të na treguar për gjithë eksperiencat e tij, pafund me por dhe një gjë tjetër. Ai duke patur parasysh se sot është drejtues politik i qarkut Lezhës dhe drejtues nga Partia Social-Demokrate, ai do të na tregojë pse Partia Social-Demokrate do të jetë fituese si vjet. Yes,
Faleminderit zënë Brenda. Shpresojmë që tonin ta kemi mirë, apo? Po, patjetër. Bukur, pra. Fjala për ju. Faleminderit. Ne po japim një përshkrim të shkurtër biografik të këtij personaliteti që sonte ne kemi në panel. Petër Gjoni ka lindur në zonën e Kashnikit në fshatin e quajtur Kalivaç, në Lezhë, në vitin 1969, në një familje militore me babë, nënë dhe 9 vëllezër e motra. Në nevojtjen e një varfërie të asaj kohe që nuk harrohen kur, nisi dhe mbaroi shkollën tërveçare në Kalivaç me rezultate shkëlqyera që në fëmijëria i dallohi për vete organizative më falni, që shquhej për të qenë i pari gjithkohë. Shkollën e mesme pijore e kreu në qytetin e Shkodrës. Edhe këtë cikël studimesh i mbaroi me rezultate të larta. Keni ka situatë dhe aty si gjithmonë shkëlqente. Pasioni i tij për mjedisin, pyje dhe gjuetin bëri që në studimet e larta t'i kryente për inxhinieri pyjore në Universitetin Kryesor të Tiranës, të cilat i përfundoi në vitin 1994. Gjatë kohës studentore u bë dhe ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, ku ai u përfshi në lëvizjen studentore të 91-shit. Pas studimeve filloi punë në drejtorinë e shërbimit pyjor në Lezhë si fillim si inxhinier pyjesh dhe në vitin 97 deri në 2004 si drejtori i kësaj drejtorie. Krahas detyrës ai filloi të merrej dhe me politikë dhe fillimisht u angazhua me Partinë Agrare Ambientaliste si fillim anëtar, mëtej sekretari i Degës së Lezhës dhe anëtar i KDK-s në Tiranë. Në vitin 2003, anëtar i Këshillit Bashkiak dhe njëkohësisht nënkryetar i këtij këshilli. Në mars 2004 i ngarkoi detyra prefektit të Qarkut Tibër, detyrë të cilën e kryen më së miri. Kjo detyrë i shërbeu si një shkollë e dytë me eksperiencat e tij mes zgjuarësisë librane. Në vitet 2005-2009 zgjidhet deputet në Kuvendin e Shqipërisë, pra KPA, në legjislaturën e 6. Gjatë 4 vjeçarit në parlament, mbajti disa detyra si anëtari i Byros Parlamentare, anëtari i Komisionit Veprimeve Prodhuese, si dhe kryetari i grupit parlamentar të PAA, Duke patur pasion mbashtimin e faunës së egër gjuetin, duke qenë dhe anëtar i shoqatës gjuetarëve sportiv në vitin 2005 zgjidhet presidenti i Federatës së Gjuetarëve të Shqipërisë, detyrë të cilën e kreu me sukses. Në vitin 2009 nga rezultati i dobët në shkallëvend i PPA, kjo forcë politike erdhi drejt shkrirjes. I vjen një ftesë nga LSI direkt nga zoti Ilir Meta. Duke qenë se kjo parti shikej që po zgjerohej çdo ditë, duke qenë edhe shumë energjik, shumë komunikues dhe mbështetës i vazhdueshëm me elektoratin e tij, thotë po ftesës së LSI. Duke zgjedhur direkt si anëtar i kryesisë të SI Galezha. Dhe Dega Lezhë, viti 2011. Nga LSI ofrohet detyra si zëvendës drejtori ekzekutiv i AKPN, Agjencia Kombëtare për Rimën Natyrore. Në vitin 2012 emërohet nga LSI drejtori ekzekutiv i AKPN-s. Në vitin 2013 rriti me detyrën si drejtori i Bordit të Shkollimit Lezhë dhe pas ristrukturimit drejtori rajonal i Bordit të Shkollimit për zonën e Verit. Në vitin 2017 bëhet sërish deputet në Kuvendin e Shqipërisë në legjislaturën e 3. Në vitin 2019, në sajt atributeve organizative dhe aftësive të tij drejtuese, zgjidhet kryetari i LSI Dega Lezhë. Por, edhe këtë parti nuk e gjeti veten. Pasi punoi me përkushtim dhe pastërti, por nuk mori vlerësimin e merituar. Në këto kushte dha ndërheqje nga gjithë funksionet e partisë dhe pasi e diskutimi e ftesën nga Partia Socialdemokrate dhe nga drejtuesi zoti Tom Doshi, drejtuesi i kësaj partie normalisht, njëri i fjalës e i vesës, ju bashkua kësaj partie ku po jep kontributin e tij në këtë parti. Të gjitha detyrat që vetëti ka kaluar, dihet tre përkushtimi i tij në kryerjen e detyrave në zbatim të ligjit. I dashur i respektueshëm shoqëri, bashkëpunues dhe i gatshëm për të gjetur në krah të zgjidhjes halleve dhe problemeve të banorëve të Lezhës dhe me gjërë. Ky është Petri Gjoni. Zënë Brenda, siç duket kemi një problem me programin këtu me ndryshimin e fotografive dhe ky na nxjerr goxha problem për të ristartuar. A bën ta bëjmë ato si thoni ju?
Jo? Po, sa e pash, A? duhet ta shikoj. Do me thënë aty jetë vetëm fotografinë e Pedritit. Po, kemi një blokadë. Po le tjetë, s'ka gjë, ne po vazhdojmë, sepse i kemi minutat dhe... Si të doni, pra po, hani, po provoj. Me bon ka dhe sport e kështu që... Po, gjithsesi atëherë, po e bëjmë pra. Për një s'na prish punë. Jo, s'na prish punë me që ne jemi edhe radio, nuk jemi televizion, por ka qenë më e bukur, sepse jemi përgatit me skena të ndryshme, mirë po si do që tjetë dhe të shkoj kështu. Faleminderit. Mirë, atëherë zoti Gzimi mund të vazhdoni me Po. pyetjen. Zotni Petrigjoni, edhe njëherë mirë se keni ardhur në emisionin tonë. Mirë se u gjeta. A mund na shpalosni pak inserte pjesë nga fëmijëria juaj? Si ka qenë ajo, çfarë do të na thonit ju vetë personalisht? Të nderuar dëgjues të Radio Sibilat e Veriut, ju falenderoj shumë për dëgjimin, ju falenderoj shumë zotja Egera, zonja Sedia për ftesën dhe për vlerësimin që bët gjatë transmetimit të CV-s time. Është kënaqësi për mua të marr pjesë në një intervistë të realizuar nga ana juaj lidhur me jetën e vëmendjen time. Ashtu siç e theksoi edhe zonja Prena, unë vjedh nga një familje kashnjetore, një familje me tradita, me vlera, një familje bashkuar nga një zonë mjeditore, nga një zonë me tradita, dhe jam krenar që jam biri i kësaj zone. Kam kryer studimet në shkollën e mesme në Shkodër, duke qenë që në vogëli një dashamirës i pyve, i gjuhëtis, i faunës e egër, i mbashtemit faunës, zgjodha profilin e sektorit pyjor dhe përredhoj edhe shkollën e mesme, edhe Universitetin e Mbarova, pikërisht në këtë profesion inxhinierit pyjeve. Faleminderit zotni Petrit, ne do të shkojmë radhazi me pyetje sepse ne kemi ndarë ciklet e jetës ashtu siç edhe do të ashtrojmë juve dhe do të shkojmë shkallë. Ç'nivel nxënësi keni qenë gjatë viteve shkollore? Faktikisht, duke parë dhe CV-n time, normalisht që në vogli, që në shkollën në vitet e para të shkollës të veçare, bashkë të mesme, mua me karakterizon të gjithmonë një shkallësi, një nërnxënësit më dalluar të atyre shkollave, dhe përrjedhoj kam arritur deri këtu ku jam sot, dhe gjithmonë me objektiva për jetën, edhe pse ishen në moshë të vogël, kishim ambicje për shumë gjëra në jetë, dhe studioja mirë, dhe merresha me sport, me aktivitete kulturore dhe përrjedhoj i pajqefin edhe vetës, pa të dallohesha nga të tjerët për këtë veti që komenda. Prandaj ne kemi shtruar edhe këtë pyetje. Si kanë qenë marrëdhëniet e tua me prindërit e tuaj dhe sa mbështetje ke patur nga ata gjatë viteve të shkollës? Faktikisht pasuria mamave e imjave kësaj sivije që u përmend janë pikërisht prindërit e mi, baba dhe nëna, i ndjeri baba si nuk jeton, dhe nëna, të cilët me shumë vujtje dhe sakrifica, por me një dashamirësi mjaft e madhe, arriten që të lindin dhe të rritin 9 fëmijë, 5 vëllezër dhe 4 motra, nga të cilët njeri prej tyre jam unë. Dhe gjithmonë me objektivin që këto fëmijë i shkollonin, i jepin edukatën e duhur në shoqëri dhe koda. Pra pasuria më madhe gjatë gjithë jetës time dhe sot të kësaj dite është pikërisht familja madhe. Faleminderit. Ku e keni mbaruar shkollën e mesme dhe me suksese? Shkollën e mesme unë e kam kryer në Shkodër në vitin 88-89 dhe gjithmonë në profilin pyjor, ku kam pasur rezultate mjaft të mira në shkollë dhe përredhoj nga rezultatet e larta arrita të vazhdoj fakultetin e pyjeve dhe fitova fakultetin e pyjeve dhe vazhdova dhe kreva me sukses.
Po, përsëri do të shtrojmë këtë pyetje, po fakultetin ku mbarua dhe a ka qenë dega që ju keni preferuar në dëshirën tuaj? Fakultetin e pyet unë mbarova në Universitetin Bujqësor në Tiranë dhe unë që në shkollë mesme zgjodha këtë degë se në atë kohë në zonën e Kashnjetit dy ishin preferencat më të mëdha ku unë mund të gjejja vetë. Ishte dega mësuesi për të cilën nuk arrita ta merrja sepse në atë kohë ushteti nuk delegoi bursa në të zonë dhe përredhoi duke patur një dashamirësi për pyet dhe traditat e kësaj zone. Se projë pyllor, unë zgjodha application të degë. Dhe me atë mbarova të mesmen dhe vazhdova të lartët me një përkushtim dhe një dashamirësi për të madhe. A keni qenë i kënaqur me rezultatet dhe të arriturat tuaja mësimore në atë kohë? Patjetër njeriu asnjëherë s'do të jetë i kënaqur, do të përpiqet që të arrijë me tej, por në përgjithësi unë jam i kënaqur për arritjet e mia të gjitha ato vite. Faleminderit. Po si ka rrjedhur koha pas mbarimit të fakultetit apo universitetit, pra si je sistemuar, si ka rrjedhur jeta në vijim me mbarimin e shkollave? Pasi unë mbarova Universitetin Bujqësor në Tiranë, fakultetin e pyve, unë instalova në Lezhë, në qytetin tim, në rrethin tim, sepse zona Kashnjetit pavarësisht se janë në origjinë mjeritore, është zona Kashnjetit merret me bajrakun e Diprit, një ndër 5 bajraqe të mjerëtitës të asaj kohe, që përfshihej administrativisht nga rrethi i Lezhës. Unë instalova në Lezhë, me të mbaruar fakultetin e pyve, vazhdova si inxhinier pranë drejtorisë shërbimit pyllor Lezhë, ku në saj të angazhimit tim në këtë profesion, në saj edhe të mangësive që kishte koha atëhere që inxhinierët e pyve ishin të pak në numër, dhe duke patur parasysh vetit organizative të mijat, arrita që bëhem edhe drejtori i shërbimit pyllor në Lezhë. Faleminderit zotni Petrit, fjala për ju zënia Brenda. Kur ke vazhduar punë në drejtorinë e shërbimit pyllor në Lezhë, zoti Petrit? Në vitin 1994, unë vazhdova punën si inxhinier dhe për një periudhë 3 vjeçare unë punova si inxhinier i pyve. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në fillimet tuaja si inxhinier apo edhe në drejtorinë pyllore? Do të sill në mendje se angazhimi im ose fillimi i punës time si inxhinier i pyve ishte mjaft i vështirë në atë kohë, diles që i rastin që edhe në kohët e sotme është shumë problem angazhimi i elementit të ri në drejtorinë përkatëse, në profesionin përkatëse, pasi në shumë raste nuk gjendet përkrahja pyllore, por unë mes të shtërsive të asaj kohe arrita të depërtoj të vazhdoj punën dhe të ndjehem mirë në të gjitha detyrat që më lanë në atë kohë në drejtorinë e shërbimit pyllor. Pra, marrëdhëniet tuaja me punonjësit e prër tuaj, ndryshime sistemesh apo rotacioni politik? Unë nisa si inxhinier pyve dhe duke u angazhuar me politikë, pavarësisht se ne që në që në altë njëshin, demokracia në gjeti në student në Tiranë, dhe atëhere ne ju bashkuam së e lëvizje dhe përridhoj që aty i more me emocionet e para për të marrë me politikë. Dhe këto pastaj na shoqëruan në vitin 96-97 të mora politikë, 97-ën u angazhova me partinë Agara Ambientaliste, duke qenë se edhe profili inxhinierit pyve përbashkohej deri dikon me programin e kësaj force politike. Shfrytëzova rastin që në krye të kësaj force politike atëherë ishte Lufter Gjogeli, një profesor i nderuar që mua më kishte dhënë mësim dhe ne njihem mjaft mirë dhe për ato aftësitë qoftë në shkollë, qoftë edhe pas shkollës që unë paraqisha në përzgjodhen isha drejtori i shërbimit pyllor në Lezhë. Si keni përballuar fatkeqësitë natyrore dhe erozionet në kohë të ndryshme, si nga ana mjeteve ashtu edhe punonjësve?
Se normalisht bëhet fjalë që në vitet kur ju keni drejtuar në atë drejtori, mjetet e nevojshme për problematikat e mëdha që kapacitesha kanë qenë shumë pakta. Si ja keni dalë? Sektori i pyjeve është mjaft problematik për i vitesh për vendin tonë, me qëti për leshët. Pasi vit pas viti investimet në këtë fush pothuajse janë të pakta. Qoftë në mbrojtjen e pyjeve, qoftë edhe në mbështetjen e tyre, në mbjelljen e fidanave pyjor, në mbrojtjen nga erozioni në pritat malore apo kanalet kullose, por në sajt e bashkëpunimit dhe bashkëndimit punës me specialista të SKAP në këtë fush, unë kam arritur që të bashkëndoj dhe të bashkëpunoj me ta dhe të bëjnë zgjidhjen më të mirë të mundshme sipas kohëve dhe sipas problematikave të ndryshme që na kanë qenë. Sot për shembull që kthehesh në retrospektiv për të parë punën tënde në atë ndërmarrje, sikur të ishte sot, a do bëje ndryshe veprimet në krahasim me kohën kur ke qenë? Që të mos kesh vërejtje Absolutisht kompletat kush të bëhet fjalë. Ju kuptoj. Që të mos kesh vërejtje për veten tënde, kudo ku ke punuar, ku ke jetuar, do të thotë që nuk je me këmbë këto. Dhe çdo gjë në këtë jetë normalisht do të kishte përmirësimet e duhura, po të rikthesh edhe herë, po unë jam i kënaqur se nga vetja ime se kam bërë më të mirën e mundshme në kohë dhe në realitetin ekzistues në çdo situatë që kam kaluar. Kështu që nuk kam shumë vërejtje për punën time, pavarësisht se mund të kishe bërë ndonjë gjë më mirë. Do të unë kam dëgjuar të flasësh për kohën kur ju keni drejtuar prefekturën e Qarkut Dimër. Si e keni prit fillimisht detyrën e re, normalisht në një zonë që jo e shkelur, me tradita pak të ndryshme nga treva nga ku ju vini, pra si vlerëson sot edhe punën që ke bërë, pritshmëritë, realizimet, mikpritja e asaj zone, çfarë vlerësimi jep në atë këmbështrimin tënd pra të disa viteve më parë? Duke qenë se jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, është politika ajo për që përzjell ose që përshtat pushtetin me realitetin e kohës, në rezultatet politike, çdo forcë politike, edhe në Shqipëri, edhe në Lezhë, një detyrë e tillë mu dha, sepse rezultatet e mia në Partinë Agrare Ambientaliste dhe aso kohë në Lezhë, duke qenë edhe kryetari i kësaj force politike i Partisë Agrare Ambientaliste dhe Lezhë, ishin rezultate mjaft e mira në sajt të mbështetjes së qytetarëve banorëve të Lezhës. Unë me këto rezultate që mora, mu besua detyra prefektit të Qarkut të Dimrës. Dhe një detyrë për të cilën më pranua me shumë kënaqësi. Dhe këtë detyrë arrita ta krijoj mjaft mirë, me mjaft dashamirësi me Dibranë dhe për Dibranë, dhe kjo ishte një universitet i dytë për mua. Sepse Dibranët janë njerëz të zgjuar, janë njerëz doktor, janë njerëz të afrushëm, janë njerëz të pritës dhe sinqerisht jam da shumë i kënaqur në atë zonë. Biles aso kohë diskutohej që në Dibër një jabanxhi, që isha jabanxhi për Dibër, një jabanxhi kur vjen në Dibër ose shkon për pjetë ose shkon në Humler, rrugë mesëm nuk ka. Dhe në sajt e bashkëndimit të punës, bashkëpunimit me kryetarët e njësive, me kryetarët e komunave të bashkive aso kohë. Në bashkëpunim pa dallim ngjyrash politike, unë arrita ta krijoj me seminin këtë detyrë dhe vërtet mora mësime shumë të sakta për jetën dhe përredhoj në 2005 unë arrita të bënsh deputet i Partisë Agrare Ambientaliste. Po zoti Gzim? Ne po vazhdojmë. Gjatë viteve të punës, ju zoti Petrit, a keni hartuar projekte për mbjelljen e fidaneve drusore, riveshjeve të pyjeve dhe që proceset e tjera ka patur në ndërmarrje? Sot pas kaq vitesh, si e vlerësoni punën tuaj në atë ndërmarrje? Gjatë gjithë kohës time, kryesore që më ka karakterizuar ka qenë bashkëpunimi në grup, dhe sidomos me specialistët përkatës të gjitha fushave, veçanti të fushës së pyjeve.
atë kohë që unë kam drejtuar, jam përpjekur që të gjej projektet që ishin aktualisht në atë kohë, dhe po ashtu të angazhoj inxhinierët përkatës, specialistët përkatës në hartimin e projekteve të reja, në mënyrë që të bëhej e mundër përmirësimi i këtij sektori privar, por vazhdimisht në të gjitha instancat që unë kam drejtuar, jam ndier me mungesën e fondeve, mungesën e investimeve, pavarësisht pushteteve të ndryshme që kanë ardhur në Shqipëri, po mungesë e fondeve dhe mungesë një vëmendje në këtë sektor. Duke ditur se ky sektor është një nga sektoret kryesor në Republikën e Shqipërisë. Pasi pyet janë moshkritë e njeriu, janë baza e jetës. Për këto, në këto vite nuk është bërë sa duhet. Dhe kërkohet që të ketë një angazhim më tepër nga strukturët nga qeveria, që këto pyet të mbahen, të përmirësohen, të shtohen dhe po ashtu edhe të krijohet edhe mbrojtje për tokat kryesore në fushë. Ju si emëruar dhe prefekti i Qarkut Dibrës, me që veç folët pak më parë, cilat kanë qenë sfidat tuaja si drejtues i prefekturës? Edhe ato në nga shkurta nëse ka mundësi, se ju folët edhe për to pak, por neve i kemi përgatitur pyetjet sisoj dhe do të shkojmë deri në fund. Qarku i Dibrës është një zonë malore për Shqipërinë dhe kryesisht ajo preket gjithmonë nga moti i keq nga Debora, nga rreshtet, për të cilat na sokohe në vitin 2005 ku unë isha si prefekt më është dashur që të përballesh me një situatë mjaft të ashpër nga Debora, nga ngricat, por për të cilën unë duke qëndruar në krye të kësaj detyre, duke bashkëndruar punën me kryetarët e komunave bashkime, duke bashkëpunuar me njerëzit, duke gjetur njerëzve në fatkeqësitë e tyre, duke bërë zhbllokime rrugësh, duke zgjerë familje qoftë me helikopter, me makina ushtrie, i bashkëndim të saktë gjitha punëve, kam arritur që t'i marr maksimumin kësaj pune, të bëj më të mirën e mundshme në kësaj bashkëpunime me njerëzit që drejtonin nga kohë, institucionet vendore, drejtori institucionet, dhe pikërisht prefekti këtë ka për detyrë bashkëndimin e organeve të qeverisë vendore dhe në nivel vendor dhe në nivel qendror. Pra bashkëndimi i gjithë ndarësisë së këtyre institucioneve bën që puna të meste mirë dhe të ndashë shumë të kënaqur nga kjo detyrë. Po çfarë do të na veçoni nga risita asaj kohe? Çfarë keni sjell nga atë pozicion, ndonjë risi që mund ta veçonit ju tani në kujtesën tuaj? Në më lejohet ta kompletoj edhe me një pjesë tjetër pyetjen e zotit Zim, sepse Zimi normalisht atë periudhë kohe nuk është se i tin se veprimtari kanë mos parti politike. Krahas pyetjes që drejtori i zotit Zim, ju zoti Petrit, me çfarë notash e vlerësoni punën që në shkallë kombëtare gjatë këtyre viteve ka bërë Partia Agrare Ambientaliste, pra si parti që ishte në skenën politike, por normalisht edhe në shërbim qytetarëve. Nota 10 është për mësuesit. Është pak vështirë me marrë vjetën atë nga mësuesi. Sepse mësuesi është një personalitet shumë i veçantë për gjithë njerëzimin. Por të them të drejtën, midis 8-s e 9-s, aso kohë Partia Agrare Ambientaliste ka bërë më të mirën e mundshme. Sepse kishte një problem dhe vazhdimisht e ka ndjek ky problem sektorin e pyjeve në Shqipëri, pyjeve dhe kullotave. Dhe edhe bujqësinë bilës përfshirë. Se ky sektor vazhdimisht ja shtlen forcave të vogla politike. Do atë si të thuash për çoka. Mirë, po kjo nuk është një anë e mirë. Pasi këto parti politike duke pas peshë të vogël, në saj të kësaj peshe nuk është dhënë vëmendje. Dhe po të drejtoheshit këto institucione në atë kohë nga forcat e mëdha politike, qoftë Partia Socialiste ku ka drejtuar, qoftë Partia Demokratike ku ka drejtuar, do kishte një vëmendje më të madhe sepse institucionin kryesorja është që të zgjendet njeriu i duhur të vihet në institucion. Dhe në
Çështja është çfarë strategjie ka ndjek Vanxheli për të përzgjedhur njerëzit e duhur. Cili ka qenë ky progresi që ka arrit në këtë sukses? Po, Gjuveli. Si e thashun? Lufter Gjuveli. Ndjes për Aso kohë dhe unë ruaj kujtime mjaft të mira nga profesori Lufter Gjuveli, pasi ai I përzgjedhte njerëzit jo vetëm thjesht nga kontributet për vota, por I përzgjedhte nga kontributet qoftë për vota, qoftë edhe me aftësitë e tyre drejtuese, sepse drejtimi në një farë mënyrë është art, nuk mund ta bëjë çdo kushdo. Ne po shohim gjatë kësaj periudhe ose edhe pak më përpara, ti vesh institucioni një drejtues të paaftë është fatkeqësi për atë institucion. Sepse në Shqipëri ekziston kjo. Si ti jeti zoti I shtëpisë, ashtu do të jetë edhe familja. Nëse zoti I shtëpisë është I pa zoti I paaftë për drejtuar një familje, absolutisht ajo familje do të tendojë të shkatrohet dhe të mos jetë një familje normale shqiptare. Dhe kjo ndjek edhe institucionet vendore, ndjek edhe qendrore, por qoftë në ministri, qoftë deri në nivel kryeminist. Si të jetë drejtuesi kryesor, ashtu janë edhe mbarësit e institucioneve tjera. Faleminderit zoti Petriti. Rezultatet tuaja kanë qenë të dukshme gjatë këtyre viteve në drejtim. Ndaj je emëruar në pozicionin e zëvendës drejtori përgjithshëm pranë AKBN-s e më pas edhe drejtori përgjithshëm aty. Pra, qëllimet, synimet dhe objektivat, si dhe realizimet tuaja. Zonja Prena pak përpara tha që Petriti ka lëvizur në partitë politike. Po është e vërtetë, nuk e mohoj këtë, nuk e shen. Bile edhe këtu në Lezhë ma përmendin shpesh se ti Petriti ke ndru parti politike. Po vërtet, unë isha në partinë agrare në lëvizje sepse isha në të pozicione që isha dhash kontributet e mia, mora një mbështetje nga elektorati lezhjan, një mbështetje të papamë që unë që në rastin t'i falenderoj të gjitha të mirë që ka mbështetur deri ditën e sotme dhe konkretisht në stadin kësaj mbështetje në bashkëpunimit me njerëzit tonë Lezhë kam arrit edhe për rezultate për cilat unë jam shumë të kënaqur. Pra baza në jetën time ka qenë familja, në shnosh, prindërit e mi, vëllezër, motra, njerëzit të afërt, shoqëria, bashkëpunimi me njerëzit që unë kam arritur. Nuk do të kisha qenë zoti të arrija këto nivelet, kisha këtë CV që kam sot, po mos kishte funksionuar më së miri ky bashkëndim I punëve që përmenda. Dhe unë në atë kohë, duke pasur që Partia Agrare Midhamiste mori rezultate kriminale, mori rezultate jo të mia në shkollë. Bile Lezhë, vetëm Lezhë tenton të diskutoj atëherë që të merrej një deputet dhe korredhoi edhe aty nuk u mor, por kjo forcë politike kaloi në nivelet më të ulta të moshës. Dhe duke qenë se unë doja të ecja përpara si një njeri energjik dhe që shkoja gjithmonë për të ardhmen. Pash konstatova një drejtues politik të asaj kohe, zotin Ilir Meta dhe forcën e tij politike, Lista Socialiste për Tegem, një njeri energjik, një forcë politike që do vitë ndritje, një forcë politike që kishte në bazë integrimin e Shqipërisë në Europë dhe unë me ftesë të Ilir Metës në atë kohë unë ju bashkova dhe vazhdova për disa vite politiken me Lëvizjen Socialiste për Tegem. Dhe edhe gjatë kësaj periudhe absolutisht unë jam ndje mirë, pavarësisht ndonjë vërejtje të vogël që mund të kem, por gjithmonë unë në jetën time, në punët e mia që kam kalu, mendoj gjithmonë për të mirat që kam kalu. Dhe ato të këqijat ose toksit I hell, kam bravo dhe shoh gjithmonë përpara. Sigurisht se puna juaj e suksesshme ka bërë që ju të keni drejtuar gjithashtu për një kohë gjatë në Lezhë bordin e kullimit, si fillim drejtor në Lezhë, më pas në ristrukturim si drejtor rajonal, që përfshinte qarqet Shkodër, Lezhë, Diver, Kukës. Si e ke menaxhuar në ndërmarrje? A mendoni se I keni arritur objektivat dhe cila ka qenë prioritetet tuaja? Para se të kaloj tek bordi I kullimit, unë do të analizoj vlerësimin që arritin në atë forca politike e Lëvizjes Socialiste për Tegem me Ilir Metën, duke me emëruar zëvendëstori I punimeve natyrore të Shqipërisë dhe me tej drejtori I përgjithshëm I punimeve natyrore të Shqipërisë. Një detyrë e cila më dha në vlerësimin e aftësive të mia, por edhe të kontributeve në politikë kryesisht në qarkun e Lezhës. Dhe më tej
tej në zgjedhjet e 2013-s, duke qenë se ne punuam mjaft mirë me një ekip të shkëlqyer në Lezhë. Arritëm të merrim një deputet në Lezhë si forcë politike, që për cilin nuk ishte arritur ndonjëherë në sajt e punës së mirë bashkë me shokët dhe me drejtuesit politik asaj kohe. Unë në bazën e kësaj pune dhe territorive që morën, mua më besu bordi i kullimit i Lezhës dhe pak më vonë më bë bordi i kullimit i zonës së veriut, ku përfshihen 3 qaqe, Lezhë, Kufsi edhe Shkodra. Detyrë të cilën faktikisht ishte shumë e vështirë, një ndër detyrët më të vështira që mund të kaluash pikërisht kjo detyrë, pasi Lezhë dhe Shkodra vazhdimisht ndeshen me përmbytje, me efektin e përmbytjeve, i cili është një smundje e vazhdueshme dhe kësa të në të kohë që flas një smundje e pashërueshme për këtë zona. Pasi rreshtet e mëdha të vijnë në zona, sistemi i kullimit i cili është i amortizuar, problemet e pyjeve pritet malore, kanalet ulluese janë degraduar, kanë arritur deri në atë masa dhe mos mbajnë inertë që vinë nga zonat malore dhe përredojnë shkaktohen përmbytjet. Pra me këtë detyrë unë gjithmonë jam munduar të bëj më të mirë në punën, duke bashkënduar thash gjithmonë me specialistët përkatës. Por e veçanta ishte kjo, se në çdo kohë kur fillonin pikat e para të shiut, sikur në mesin e natës unë të isha të zgjosha me xhumi dhe do të gjendesha gjithmonë në krye të detyrës tek kanali ullues, tek problemet e komunikimit të ujrave të kanalet për evadimin e ujrave në kohë të hidrovore, të cilët kanë qenë shumë problematik në atë kohë, kur në sajt e ndëslimeve që u tërhoqet për qarkun e Lezhës, në sajt e projekteve që ne hartuam, arritëm që për atë kohë të bëjshin të zgjidhje më të mirë. Zënja Radha Priu. Sri do të po kthy pak tek AKP-n. Ju aty keni shku si produkt i lëvizjes socialiste për integrim. Por, gjithmonë mbi kontributet tuaja të fuqishme. Mbështetjen që ty të ka dhënë vazhdimisht Lezhë, qarku i Lezhës, por jo vetëm. Çfarë sfidash ke përballuar në një drejtori të përgjithshme siç ka qenë AKP-n, pra një drejtori në varësi të Ministrisë të Ekonomisë, me sa mbaj mend, pra cilat kanë qenë sfidat tuaja më të fuqishme, pra më të vështira që ju edhe i keni përballuar, s'unë di shumë mirë rezultatet, por dua ta dëgjoj nga ju. Pak më shumë na fol për këtë institucion që ju e keni drejtuar disa vite. Duke marrë drejtimin e këtij institucioni që faktikisht unë në rastin ta konsideroj që unë në atë kohë isha drejtor ekzekutiv, por duke parë kapacitetet e kësaj drejtorie, që ishte një drejtori mjaft e madhe, ku futeshin minierat, futeshin hidrocentralet, çështjet e naftës, çështjet e energjisë, pra kishte shumë fusha që mulohen nga kjo drejtori dhe piles kjo drejtori aty ishte për sa i përket ngarkesës, për sa i përket kapacitetit të kësaj drejtorie ishte në çdo kohë ishte në atë pozicion. Fillonin pikat e vazhdimisht jam ndeshur me mesin e natës unë isha të veçanta kapacitetit të kësaj drejtorie ishte probleme minerale, që për sa i përket problemeve të hidrocentraleve, vazhdimisht ajo që unë ka karakterizuar gjithmonë kapacitetin e kësaj drejtorie ka probleme minerale këtë detyrë, ka qenë zbatimi të hidrocentraleve, zbatimi i rregullave të sistemit, me ka hartimi i projekteve dhe miratimi i tyre, ka minerale këtë detyrë, ka qenë dhe tregimi i këtyre projekteve të rregullave të sistemit, me ka hartimi i projekteve dhe miratimi i tyre në formë rregullare të sistemit, ka qenë dhe vendimeve të çare projekteve për mjaft të tyre në formë vendosur të sistemit, vendimeve në ato vendimeve të çare duhet të merren vendime vendimeve në ato vendime dhe shpejtësimit të marrëdhënieve rregullave. Vendimeve në ato vendime dhe shpejtësimit të rregullave. Në fakt, ne për zotin
politikës dhe sepse normalisht politika është ardhbërtje. Dhe këtë ardh e zotron shumë mirë. Ne duhet flasim tani edhe për një tjetër hobi, po kthehemi tek hobi për një moment. Sepse siç e tha edhe më herët, flasim për gjuetin, Petriti e ka hobi gjueti. Atëherë në vitin 2005 jeni zgjedhur president të Federatës Zyrtare të Shqipërisë. A e keni pasion në bashkimin e faunës së egër, apo mbrohet ajo në vendin tonë dhe sa po bëhet për të? Ose brenda kësaj pyetje është edhe kjo. Krahasim me periudhën që ju keni drejtuar dhe sot, sa është bërë progres në këtë fushë? Prena faleminderit për pyetjen. Faktikisht që në moshë të vogël, unë kam ndjek me dashamirësi sektorin e gjuhëtisë, sektorin e mbashtrimit, dhe kjo smundje më thonë për mirë, mendoj që gjatë gjithë jetës, unë përfundova dhe në një gjuhëtar mesatar, mund të them, dhe duke qenë se isha dhe deputet në atë kohë, dhe shoqatat e gjyqtarëve nëpër rrethe menduan që duke shfrytzuar edhe aftësitë organizative të mia, duke shfrytzuar edhe qenien deputet me zgjedhjen që isha presidenti i Federatës Gjyqtarëve të Shqipërisë. Në atë kohë u bë pinjallëzimi me federata të ndryshme në botë, federata të shtetit të tjera, dhe po ashtu ne arritëm të bëjmë antarësimin e kësaj federate në federatën botërore të gjuhëtisë, pasi ne ishim vetëm antar të Federatës Evropiane të gjuhëtisë. Dhe në atë kohë kishte rregulla shumë të sakta, shumë të qarta për gjuhëtinë dhe për mbashtrimin e famës. Kishte rregulla që ne i ndiqim mjaft mirë. Metej kjo situata për gjuhëtinë erdhi me degradim të miratua dhe me memorandumi i gjuhëtisë. Një memorandum që asnjëherë nuk konstatohet. Gjuhëtia në Shqipëri nëse të në ditët të caktuara, në vendet të caktuara, po ashtu të ngrihen ferma të mbashtrimit të kafshët të gjuhëtisë, ose të mbashtrimit të shkëndëve të egër dhe një përkujdesje në atij sektori, asnjëherë nuk u bë mundur. Gjuhëtia bëhet vetëm nga fortit, bëhet vetëm nga drejtues të ndryshëm të institucioneve që shfrytëzojnë rastin dhe asnjëherë nuk zbatohet. Dhe ky memorandum, gjitha shoqatat e gjyqtarëve të Shqipërisë vazhdimisht kanë bërë përpjekje që të hapet gjuhëtia si gjitha shtetet e botës, sepse Shqipëria është kryesisht e populluar me shkënd shtektar. Dhe nuk ka kuptim që gjuhëtia tjetë e hapur në Maqedoni, Malsi, tjetë e hapur në Greqi apo në Itali, dhe në Shqipëri tjetë e mbërur. Sepse ato shtektar që vinë në Shqipëri kalojnë edhe për këto shtete, ndërkohë që shteti ynë e ka mbyllur. Dhe pse e ka mbyllur? Sepse duhet të jepet përgjigjja duhur dhe shumë e kujdesshme, pasi nuk është një normalitet. Dhe në këtë sektor mendoj që shoqatat e gjyqtarëve të vendit do të merret më shumë në ndihmën e tyre, në mënyrë që ministria që më lën përkatësisht këtë sektor të ketë një vëmendje më të veçantë, pasi përveç jetës së njerëzve, përveç punës së tyre edhe sporti, në këtë sektor është një diçka e veçantë që është për tu admiruar. Zoti Petrit, përveç se një drejtues i shkëlqyer, ju njiheni edhe si një politikan modest. Keni qenë 2 herë deputet. Na thuaj si erdhët në politikë, por edhe ku gjendesh sot? Faktikisht, ardha ime në politikë e ka zëna fillin, jo thashëm më parë që në opinishim, por që jam angazhuar së tepërmi, ka qenë viti 96 për Partinë Demokratike. Jo i antarësuar, po arrita që në sajt e shoqërisë, të njerëzve që më rrethonin, në sajt e
bindje Dhe zhuar tek ju potencialin, besoj. Po patjetër, në saj të këtyre që përmenda me lart, unë dhash kontributet e mia dhe duke u angazhuar fuqishëm në atë kohë arrita që 97-ën të jem me i praktikuar, të jem edhe një faktor në Lezhë dhe ky faktorizim, si të thash më përpara, erdhi nga familja e madhe e imja, së pari, nga njerëzit që më mbështesnin, nga strukturat që ne i krijonim, sepse asnjë lojë, qoftë lojë sportive, futbolli, basketbolli, çdo lloj loje, qoftë edhe situatat politike, bëhen me ekip. Asnjëherë një njeri vetëm nuk arri t'ia dali nëse nuk ban ekipin e mirë. Dhe pikërisht mua, duke qenë se bile këtë punën e ekipit mund ta rifrazoj edhe se unë jam man në futbollin dhe e kam luajtur atë dhe kam qenë një sportist amator, po shumë i profesionuar në sojnë tim dhe kam arritur rezultate të mira, gjithmonë pa angazhuar shumë në ekipet mëdha, pra ka qenë një sport që e kam ndjekur, por ajo që me ka bërë të ecë përpara pikërisht loja në ekip, bashkëndimi në ekip. Ai që bashkëndoi në ekip, ai gjithmonë arrin rezultate. Dhe sot e kësaj dite ku unë kam kaluar qoftë në partinë Lëvizje Socialiste për Integrim, të cilën në vitin 2019 pash që kjo forcë po venite pak nga ajo që unë kisha parë më para dhe arrita në idenë që unë kam akoma për të dhënë për politikën, për Lezhën, dhe arrita që t'i bashkohem forcës politike të Tomdoshi, Partisë Social-Demokrate. Një parti e cila drejtohet nga një njeri që ka arritur rezultate shumë të larta në biznes, në aktivitetin e biznesit, rezultate të larta në politikë prej sa viteve të vërtet. Një njeri që rrjedh nga një familje me tradita patriotike, malësia madhe, një njeri human, një njeri që ju gjendet afër familje me nevojë të smurve dhe unë duke patur pak zemër nga këto që përmenda, e gjeta veten mjaft mirë tek ky kryetar partie dhe forcë politike, e cila punën e saj e bazon në grup, e bazon në rezultatet që jep secili, e bazon në një garë të pastër. Për shembull, gjej rastin të them tani për këtë fushat. Domethënë gjitha partitë politike, veçanërisht dy partitë e mëdha, kanë listat e mbyllura. Listat e mbyllura janë deputet sigur. Partia Socialdemokrate nuk ka listë të mbyllura. Partia Socialdemokrate ka listë të hapur. Janë 7 kandidatë për shembull për Lezhë. Kushdo që do marrë një vot më shumë, do të jetë deputet në Konventin e Shqipërisë. Pra unë të kjo forcë politike, në bashkëpunim me kryetarin Tomdoshi, unë gjej veten mjaft mirë dhe mendoj që kam akoma për të dhënë për t'i dhënë rezultate, për t'i shtuar rezultatet në Lezhë dhe forcë politike. Po, zot Exim? Pra ju keni aderuar në PSD dhe ç'pozicion keni në këtë parti, zoti Petrik? Zoti Tomdoshi, kryetari i kësaj force politike, me ka përzgjedhur të jem koordinator për qarkun e Lezhës. Që do të thotë që unë koordinoj situatën politike në të 3 rrethet, në Kurbin, në Lezhë dhe në Mirdit. Dhe përredhoj në sajt e koordinim, ne kemi arritur që së bashkut me kryetarin e partisë në strukturën drejtuese të qendër të përzgjedhim 7 kandidatë sipas ligjit që janë në listën për deputet për Konventin e Shqipërisë, të cilët kemi arritur të përzgjedhim burra dhe gra, djem dhe vajza të ri me personalitetin e duhur dhe që i rastin që kjo forcë politike në Lezhë, gjithë kandidatet e saj i ka kandidat bio, ndoshta se keni dëgjuar të shprehen më njëherë, po
kandidat B, unë quaj se... E kuptoj, sigurisht e kuptoj. Janë kandidat nga vendi, nga Lezhë, Urbini dhe Mjedita. Janë kandidat që nuk kanë marrë sfuto nga askush, as aktor politik, as aktor financiar, as shoqata, as njerëz që i marrin njerëzit nga rruga dhe i fusin të hajde societet të drejtor shtetit të rria, pa drejtëri, por njerëz që rrjedhin nga fiset të mëdha, njerëz që kanë personalitet, njerëz që japin premisa për një të ardhme më të mirën për këtë vend, veçanti për Lezhën, për mjerëtitoret, për lezhjanët, për kurbinasit, për malësoret, për zatrimoret dhe për gjithë ato njerëz që jetojnë në qarkun e Lezhës. Faleminderit në përgjigje, zoti Petrit. Sa e vështirë është sot të merresh me politikë në këto situata kur tani më veç këto 30 vitet demokracisë kanë bërë shumë reforma, ndryshime dhe zhvillime që kanë ndodhur më pas? Të them sinqerisht, është bërë shumë e vështirë të merresh me politikë. Por unë duhet qenë se kam ndjekur mirënjohjen gjatë gjithë jetës time të marrë me politikë. Kam ndjekur dhe jam bazuar pikërisht tek mirënjohja. Qoftë edhe njëri që më ka besuar 2 vota, që ka besuar në atë program, në ato që unë kam paraqit në çdo lloj fushate para qytetarëve lezhënë. Unë kam marrë besimin e duhur dhe them që kam bindjen edhe gjatë këtyre ditëve të kësaj fushate, unë kam bindjen që përsëri do arrit të marrim maksimum, sepse kemi akoma për të thënë, pavarësisht se situata politike është bërë mjaft problematike në Lezhë, sidomos në Lezhë, pasi nuk duhet ta fshet pushteti qendror ka një presion të jashtëzakonshëm ndaj qytetarëve lezhënë, ndaj banorëve të këtyre krahinave. A thu se vota është veç pronë e tyre, a thu pushteti është veç pronë e tyre. Nëse në Tiranë mund të bash një takim elektoral, nëse Biles edhe në Mirdit, edhe në Kurbin mund të bash një takim elektoral ku të mbledhish simpatizantët tuaj dhe ta bash lishëm, në Lezhë nuk ka shans të banë një zati. Ose dhe nëse e banë ato njerëz të ndiqen, të përndiqen nesër mbi bazën e foto, mbi bazën aty në filmimeve që mund të kthjerësh në media apo në rrjetet sociale, Facebook, Instagram dikun, të përndiqen ka njerëz të gjenden pra një presionin nesër që absolutisht janë të detyruar ose të votojnë aty ku i thotë pushteti, ose të lanë punën, ose të lihen në presionin e tyre për biznesin e tyre apo problemet. Unë një bajthire, gjithë këtyre drejtuesve të pushtetit, duhet marrë fund në Lezhë. Qytetarët lezhënë duhet votojnë qetë, duhet largohen nga blerjet, nga shitjet. Ai që shitet ka një gabim të madh për familjen e tij. Ai që blen vota është një veprim që dënohet me ligj. Dhe këto veprime duhet të kapen. Unë kisha kënaqësinë të dëgjoja se spaku ka ngritur struktura në përçarje ku do goditen këto element që do blenë vota. Por këto element do të goditen pa dallim ngjyrash politike dhe të marrin dënimin e merituar kushdo që do kapet qoftë duke ble votën, qoftë duke shitur votën. Një lloj sipas ligjit të shtetit. Faleminderit zoti Petrit. Me që ju keni qenë një kohë të gjatë në politikë, nga fillimet e tua deri më sot, si ka qenë rrjedha politike ndër këto vite? Si e përshkruani ju atë? Faktikisht në vend që politika në Shqipëri e vije duke u lehtësuar dhe gjithçka populli të votoi lirshëm sipas programeve, të gjej programin më të mirë të forcës politike, të gjej njerëzit e duhur, votimi të jetë demokratik, qytetarit votoj i lirë, sepse nuk i mungon asnjë gjë në Shqipërisë sot që ta ketë këtë lloj privilegje që qytetari të votoj lirshëm. Shqiptarët kanë arritur të dalin dhe televizin në të gjitha shtetet e botës. Dhe kudo që shqiptarët shkojnë, shkëlqejnë për kulturë, për zbatim ligji dhe çdo gjë tjetër. Ndërsa në Shqipëri akoma një diçka e tillë është për të dëshiruar. Në vend se politika sot të sjell
drejtim, njerëz që kanë vizion, të sjellë rinin, jo të kapemi pas karrikës. Unë do t'ju sjell një rast për veten time, sepse unë edhe në shpirt jam demokrat, nga pikpamja njerëzore, nga pikpamja zhvillimit. Dhe pikërisht në të kohë, pasi më kërkua, më ofrua që kisha përsëri kandidat për deputet për Sharkun e Lezhës. Duke menduar edhe drejtuesit politik se kam akoma për të thënë, unë nuk e pranova një gjatë të tillë. Dhe pranova që të konsultoheshim bashkë me kryetarin e partisë, bashkë me strukturat drejtuese të partisë, që të sillim elemente ri për të marrë rrotën e qytetarëve e kombëtarëve. Për të sjell elemente devotshëm në gjitha fushat, gjitha sferave, i kombinonim ato edhe për përzgjedhjet, sepse Qarku i Lezhës përmenet nga Lezhë, nga Pulpini dhe nga Mjedipa. Dhe kemi gjetur përfaqësimin për secilin zonë, në bazën e numrit të popullsisë, në bazën e numrit të votuesve, kemi përzgjedhur kandidatin e duhur për të arritur një rezultat mjaft të mirë për SDE dhe unë kam besim që kjo forcë politike me këto 7 kandidatë për cilët besoj Matej do të më jep një mundësi që t'i them 2 fjalë për secilin. Gjithsesi ne do flasim edhe për ta. Gjithsesi. Zë e brenda? Apo t'i bëj edhe një pyetje, unë të edhe një paralele. Patjetër. Me që u përmend emri i Zotit Tomdoshi, sepse unë nuk doja që të përmend emra, por se unë këto ditë kam... Është emri i kryetarit të partisë shkollë. Pra mirë, kam ndjekur edhe disa aktivitetet, tia dhe sinqerisht më kanë bërë tej mase për shtypje. Kujdesi i tij ndaj njerëzve në nevojë, kujdesi i tij ndaj popullatës, shtrimi i darkës për shembull për komunitetin musliman që ka bërë këto ditë, unë e kam parë nëpërmjet mjeteve të rrjeteve sociale, dhe ato që kam dëgjuar e lexuar pra si një njeri, sepse ne në Kosovë kemi mjaft njerëz të pasur, kemi njerëz big bossa, dhe thuaj se asnjëri nuk e hap portofolin e vet për të ndarë për popullin, për të ndarë nga një kafshat goje dhe për popullin, por bën gradacela rokaqie që nuk mund t'i shohësh me sy dhe nuk hapin portofolin. Dhe ky veprim i Zotit Tomdoshi më ka bërë shumë përshtypje, pra. Unë kam dëgjuar edhe tregime të tjera për kujdese individuale të njerëzve. Dhe unë e vlerësoj tej mase, pra, këta njerëz i çmoj, i respektoj dhe i dua. Dhe këta njerëz duhet sikur të ngriten, të mbështeten, pra. Pikërisht, pra dua, përmes kësaj paralele, dua që ju Zoti vetë na i flisni 2-3 fjalë edhe për Zotin Tomdoshi, sekretari i partisë tuaj. Faleminderit Zoti Gzim, unë do të sjell në mendje që unë e përmenda Zotin Tomdoshi dhe partinë e tij, sepse jena në fushat politike dhe dashje pa dashje, në çdo sofër shqiptare, në çdo tavolinë, kur shtrohet për të ngrënë, kur shtrohet për të pirë, kur pihet një kafe, nuk mund të shmangemi nga situata politike. Dhe përredhoj edhe në të emision, Zoti Gzim, Gjithsesi. Që falenderoj që më jep rastin të them 2 fjalë. Faleminderit shumë. Do të isha i lumtur nëse do të dëgjoni më shumë nga ju. Socialdemokrate, unë sinqerisht jam shumë i gëzuar dhe njëkohësisht i emocionuar që aderoj tashmë të forcë politike në një kryetar si Tomdoshi. Unë u bën një periudhë prej 12 muajsh që jam vazhdimisht në krahët e tij, i angazhuar politikisht jo vetëm në Lezhë, por edhe në Tiranë, edhe në Korçë, edhe në Fier, edhe në qarqet e tjera të Shqipërisë për të dhënë maksimumin për këtë forcë politike. Pasi jam i bindur që një njeri i tillë i duhet shumë vendit, i duhet shumë shoqërisë. Nga ato si shkoj kam bërë politike dhe me forca të tjera politike, kam qenë edhe i bashkuar, i atashuar si forcë e vogël politike pranë partive të mëdha, pasherë nuk jam blerë kaq mirë sa ndihet për Zotin Tomdoshi. Nga ato që shkoj duke kërkuar votë për këtë forcë politike, për Zotin Tomdoshi, për programin e kësaj force politike, për atë që ka kjo forcë politike në shtet, për atë që ka ky kryetar përfaqëson, ndjehem shumë optimist, pasi gjithmonë gjej një mbështetje nga banorët
Sarukut Lezhës dhe nuk do të them, mund të them që Lena së Shkodra është ëmbëlsira elektorale për Partitë Socialdemokrate. Kudo ku shkoj, gjej një mbështetje për këtë person. Njerëzit nisën t'ju japin dorën. Kishim një rast, nisën t'ju japin dorën, t'ju shënojnë dorën, ta falenderojnë. Është knasi të dëgjosh kur njerëzit e thonë Zoti të mdoshi, atë kujtohet që djali im e ka jetën pikërisht nga ndërhyja juaj, dikush tjetër atë kujtohet Zoti të mdoshi dhe mu më do të shpia dhe ju erdhe të ndërtu shpit. Domethënë fenomenet nga më të ndryshme të kësaj jete, të cilat ky njeri, ashtu siç e thatë edhe ju Zoti tim, njerëzit e pasur, me atë lloj pasurie që kanë në Shqipëri, dhe kudo, është vështirë të jenë kaq bujar sa ky person. Dhe tashmë në sajte të Fisnekis, në sajte Kynate, si përmenda, ky ka ngritur një ekip dhe një farmyret, po edukon mjaft mirë dhe ekipin e tij të PSD-s me këto virtyte, duke u gjendur afër njerëzve, duke i përkrahur. Ai po sill në mendje vazhdimisht problemin e pensioneve në Shqipëri, që është hyrë nga ngren. Njehet opozita, njehen qytetarët, njehen njerëz të ndryshëm dhe ankohen për pensionet e ulta. Dhe kjo bën vesh të shurtër. Dhe një nga pikat kryesore të kësaj force politike, e kryetari Zotit të Mdoshi, është pikërisht rritja e pensioneve. Një pensionist nuk arrin të jetojë marrë si ilaçet me këtë pension të vogël, 100 euro pension. Është një katastrofë në situatën që është sot në Shqipëri, sepse ne punojmë e jetojmë si në Shqipëri, por ama duhet të ushqehemi dhe duhet të bëjmë jetën sikur bëjnë vendet të tjera të zhvilluara. Dhe unë kam knasin që t'jem nga dhe Zotit të Mdoshi, përveç kësaj do s'fjell një fenomen lidhur me iftarin për shembull që është për atë ditëve. Zoti të Mdoshi, pavarësisht se vetë është kristian, por ka një dashamirësi, ka një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me fen islam, edhe me gjithë qytetarë pa dallim ngjyrash, ai përkrah, ai mbështet. Vile që rastin që në mendje në Tiranë, është përzgjedhur një gocë, një grua që përveç se është e besimit musliman, është edhe me shami, një diçka që unë s'ka kam parë me kukusja, s'ka ketë kukush. Ai ka zgjedhur stilin e vetë jetesë, është kandidate për deputete, është një grua potenciale, që as kërkuar nuk e ka qenë në shtetin të Tom Doshi, e ka qenë në shtetin është kandidate, një nga kandidatet më potenciale në Shqipëri për të qenë parlamentin e arshit shqiptar. Faleminderit zotni Vedrit për këto që na rrëfyet, respekt për këtë njeri atëtar dhe human, respekt nga ana jonë sepse unë i çmoj atëtar dhe njerëzit që rrin pranë popullit i çmoj mbi të gjitha. Faleminderit shumë për përgjigje. Brenda për ju. Si funksionon struktura e partisë dhe zgjedhurit brenda kësaj strukture? Struktura e partisë socialdemokrate është një strukturë demokratike. Cilës në shenjë humori, Partia Socialdemokrate është PSD, pra është bashkimi më të mirëve të Partisë Socialiste, më të mirë të Partisë Demokratike dhe është ka kriju PSD. Pra këtu e gjen veten edhe socialisti dhe demokrati në kjo forcë politike. Ka mjaft socialistët të shkënjyrës që tek Tom Doshi, tek Partia Socialdemokrate gjen veten. Po ashtu ka shumë demokratë që janë të shkënjyrë për shkak të situatave jo të mira që ka kaluar Partia Demokratike. Apo qoftë edhe zona gri? Absolutisht, edhe zona gri, që është një sasi e madhe banorësh që duan të shkojnë të votojnë, por ama kur lexojnë emrin e Doshit, emrin e kësaj force politike, tashmë jam të angazhuar, sepse ai që nuk voton në një famënyre miraton të keqen. Besoj që demokracia në zgjedhje brenda kësaj partie nuk mungon, apo? Demokracia në këtë forcë politike është eventuale. Ashtu që gjitha forcat tjera politike kanë bërë përzgjedhje të tyre në mënyra të tyre, duke sjellë në lezhë
njerëzja banxhi, politika e mirë, don që njerëzve, leshjanëve, të sillish leshjani, shkodranëve të kenë shkodrani, kuksjan të kenë kuksjani. Absolutisht kjo është zgjidhja më pranueshme se të marrin besimin e qytetarëve. Në Lezhë ka ndodhur totalisht e kundërta. Ose jemi në Lezhë. Lezhë ka një popullsi mjeditore, majsore, satimore, kupinase dhe shumë etnike. Ai që don të bëjë politikë, i referohet kush përban shumicën e popullsisë. Kush vjen pas numër 1, po pas numër 2 e me radhë. Dhe të mdoshi të e ka përzgjedhur në mënyrë të shkëlqyer në Lezhë, duke përzgjedhur kurbinas, mjeditor, majsor, qytetar lezhjan, dhe ka bërë një listë kandidatësh për deputet mjaft të shkëlqyer, atë që unë pak më parë e quajta lista bio e kandidatëve për deputet në qarkun e Lezhës. Faleminderit zoti Petrit. Një pyetje zoti Petrit. Duke qenë se ju keni qenë ligjvënës për disa vite, sa funksionale janë sot ligjet e këtij shteti? Nuk bëhet fjalë a ka ligje, se ligje ka plot. Sa funksionale janë? Shkurja në parlament, marrja mandatit të deputetit, është bërë shumë problem për i vitesh në vendin tonë. Në parlament të shkojnë njerëz të zgjuar, njerëz të zot, njerëz të përgatitur, njerëz që bëjnë ligje, ditë të bëjnë ligje, jo vetëm dinë të çojnë kartonin në krah të njërës forcë politike apo të forcës tjetër. Pro kundër abstenim. Absolutisht nuk është kjo detyra e deputetit për qenë pro kundër abstenim. Jo, detyra e deputetit është për folur, për cilën në mendje problematikat e zonës Navjer, për cilën në mendje problematikat atë si që përmendëm më parë pensionistëve shqiptarë, të shtresën e nevojë, të shtresëve që marrin asistencë. Marrin asistencë 25 euro, 30 euro. Është skandal, është turp. Është më mirë që një shqiptari, një familje shqiptare bllokoje fare dhe mos e vrani, mos e mashtro 25 euro. Ose 60 euro me 4 persona në familje. Është fatkeqësi. Kushojmë gjithë këto projekte mallështore që fliten, gjithë këto fonde që shkojnë, ndoshta jo në drejtimin e duhur dhe vuajnë popullit. Të mirë ka, të shojnë televizor, të shojnë lajme në kohë që ka njerëz që s'kanë për të tërë, s'kanë lekë të marrin ilaçet. Dhe qeveria ardhshme, që uroj që të dalin një qeveri e denjë për këtë popull, pikën e parë të cilën në mendje pensionet dhe përkrahin e shtresave të nevojë, dhe për të cilën Shqipëria ka shumë nevojë. Mbështetjen e emigrantëve që duan të vinë të investojnë në Shqipëri, kanë që të vinë të investojnë në Shqipëri, të derdhin ato lekë që i kanë fituar me punë, me njerëz, me çap, me sakrifica, të marrin përkrahin e duhur në shtetin. Kjo është shumë vështirë për të bërë sot në ditë. Uroj që mbas 11 maj të dalë një qeveri e aftë, e zonja, të qeverisë Shqipërinë dhe të ketë mundësi çdo shqiptar të jetojë lirshëm të vend, çdo shqiptar që jeton në përbot të vihet të ndërtojë jetën familjare e Shqipërisë, sepse Shqipëria Zoti ja ka falë gjithë të mirë të vojës Shqipërisë. Ne do t'i kësojmë të mirë. Po, zoti Gzim? Me që pyetja e parë kaloi veç u përgjigj dhe me të drejtë po vazhdoj vetëm pyetën. Kushtet aktuale që është vendi politikisht, cilat janë opsionet e një zgjedhjeje politike? E rëndësishme për këtë zgjedhje është që herë së pari populli votoi i qetë. Populli votoi i patrusnuar. Populli votoi njeriu që ka forcën politike që beson në të. Kjo është baza për një qeverisje të mirë dhe të ardhme. E dyta, tashmë populli është një doktor shumë i zgjuar përsa i përket këtij fenomeni dhe mund ta japë verdiktin e tij në mënyrën më të mirë të mundshme, duke u bazuar në programin e forcave politike, në atë që i ofron çdo forcë politike. Mua më vjen zor kur mbes televizorin edhe një gjoj lajmet më të këqija për këtë vend, fenomenet më të këqija për këtë vend. E errta, e zeza është e para në
televizoret do të bëjnë punën e tyre dhe sillen vendje çdo që ndodh. Por ajo që më pret më shumë është punëzoj politikanë, se merren me sharje, me thyrje. Nuk fitohet vota me sharje, me thyrje. Vota fitohet duke i dhënë garanci qytetarit, duke i dhënë garanci banorit që do të jenë dispozicionin tanë nëse ti vlerëson për 4 vite të ardhshme. Dëgjon vetëm në vend se të shpalosin një program politik, në vend se të jepet premtim njerëzve për mirëqeverisje, fjala më parë kur fillojnë lajmet është që filan kryetar partie shan ofendon, pelvizon për tjetrin, deri në sharje fyre që tashmë kanë dalë jashtë normave të shoqërisë shqiptare. Dhe mendoj që populli do të ketë zgjuarsinë e tij që t'i ndeshkojë me votë. Sepse nuk ka mënyrë tjetër populli që t'i përdas këto fenomen. Dhe qenë se kjo forca politike që unë aderoj, i ka gjitha mundësi që me rezultatet që do arrim, do të marrë deputet në gjitha qarqet e Shqipërisë, përfshin Tiranën në shkollë që do jenë me një numër deputetësh të kënaqur me forcë politike. Dhe kemi mundësinë që të ngrejmë një grup parlamentar që në të ardhmen, dhe kemi mundësinë të ndikojmë pikërisht në largimin e këtyre fenomeneve në shoqërinë shqiptare. Është bërë parlamenti i Shqipërisë, gjithë e dinë dhe ju, nëse e keni ndjekur, e dini, është turp të ndezës televizorin për të qërosh të sabahet e parlament. Në kohë që është tempulli i demokracisë të vendit, ku pritet që të ketë projekte, të ketë miratim ligje, të ketë gjithçka të mirë për vendit, të jap optimizëm vendit. Arrin derisa dhe fëmijët e vegjël kur shohin parlamentin, të thonë që o babi fikë televizorin, o mami fikë televizorin, nuk dëgjon. Pra të tremen edhe fëmijët në ato lloj problematika që zgjeru në media, në sharje, në fundime, jashtë normalitetit. Faleminderit zotëri Petit, zonja Brenda Radha për ju pyetjet e radhës. Po përpiqemi tani të përmbledhem sepse duhet të flasim pak edhe për kandidaturat të cilat i ka qenë Bilezhës. Që mendoni për situatën aktuale, cilat janë objektivat i PSD-s për fushatën zgjedhore që ka filluar dhe tashmë është pikërisht në kulmin e saj? Objektivat e Partisë Socialdemokrate, objektivat e kryetarit zotit Këmbroshi, se parëm do të flas për Lezhën, objektivi është që ne të marrim një deputet Lezhë. Ku bazojnë këta? Ne bazojnë në ekipin që Këmbroshi dhe partia e tij përfshirë dhe kontributet e mia, i kemi dhënë një ekip të shkëlqyer Lezhës për ta votuar qytetarët që janë Rulinës dhe Lindorë. Dhe mendoj që me lizjet që po bëjmë, me takimin në dhënien e dorës dhe pesës qytetarëve, ne po marrim besimin që absolutisht një deputet në qarkun e Lezhës ne do ta arrijmë. Çfarë pengon Lezhën me dhënë 2 deputet PSD-s kësaj rrame? PSD është një forcë politike që ka ardhur gjithmonë në rritje, por ama këtë rritje e ka patur në kohën kur këtë forcë politike e mori u vendos në krye zoti Këmbroshi. Dhe sjelljet e shkuara, këtë forcë politike arritet në të tretë deputet. Kësaj radhe në sajtë aftësive organizative, në sajtë besimit që jep qytetarëve, kjo forcë zotit Këmbroshi dhe Partia Socialdemokrate do ta kaloje numrin 8-9 deputetëve dhe pse jo në Lezhë do të jetë aksi e fryrë përmendja 2 deputetëve, dikush do ta quante si lojë, dhe akoma nuk e kemi demokracinë e duhur, akoma nuk e kemi mundësinë ose aktualiteti politik në Lezhë nuk është i tillë që ne të mund të marrim një deputet. Por rëndësishme është që të merret një deputet dhe kam besim që do merret një deputet në Lezhë. Cili është mesazhi juaj për zgjedhësit dhe pse duhet që populli ta votojë PSD? Jo vetëm në qarkun e Lezhës, por dhe në shkallë kombëtare. Por krahas saj unë
shkoj edhe një pjesë të pyetjes, pra sa deputet do marri PSD në shkallë kombëtare. Pra mesazhi që ju do i dërgoni. Mesazhi im për qytetarët shqiptar është që votoni Partinë Social-Demokrate. Votoni zotin Toplosh. Votoni kandidatët për deputet të kësaj force politike. Kjo forcë politike në ndryshim nga forcat e mëdha politike, sepse dashje pa dashje tashmë Partia Social-Demokrate është poli i tretë i politikës në Shqipëri. Dhe besoj që do keni një peshë mjaft të madhe në krijimin e Shqipërisë së ardhshme. Votoni këtë forcë politike, pasi kjo forcë politike ka përzgjedhur njerëzit e duhur që do të jetë në dispozicionin tuaj nesër. Njerëzit e duhur që sot po marrin problematika që ju keni në i vjetë në shoqërinë kudo, dhe këto nesër do atashohen në programet e kësaj force politike, do atashohen në kurricën e ardhshme. Një pikë tjetër kryesore e kësaj force politike është se kjo forcë ka vënë në pikë e parë gare nëse do marrë lezhën si eksperiment. Në lezhë janë 7 mandate. Dhe çdo forcë politike në KQZ paraqet listën me 7 deputet, 7 kandidat për deputet për të zgjedhur Kuvendin e Shqipërisë. Normalisht janë edhe 2 deputet për lezhë që janë listat e mbyllura. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e lezhës konkretisht ka përzgjedhur nga 2 kandidat për secilin forcë që janë automatikisht deputet. Ato sikur të nisen edhe të shkojnë në Amerikë, në pushime, të shkojnë në Itali, në Australi, kudo që të shkojnë, ato kanë mandatin xhep. Tashmë si punon, si sot. Dhe punën e tyre, votat e tyre, do t'i grumullojnë pikërisht kjo shtatshja që është në listën e hapur. Dhe kjo shtatshje se pari do të bëjë aq vota sa që të shkojnë 2 deputet, pra 2 deputet e listës së mbyllur të shkojnë në koment. Dhe pastaj në të provë që për ta, dhe dalë edhe një nga ato ose 2 sa tjetë numri i votave të tyre. Dhe në ndryshim nga këto forca politike, Partia Social-Demokrate për te nuk ka listë mbyllur. Ajo ka vënë 2 njerëz, 2 persona, që janë absolutisht persona shumë të nderuar. Janë persona pa ambicie politike, nuk janë persona familjar që unë Petrit Gjoni të dhe në listë nanën time, të dhe në listë vllajën tim se duhet të tërhiqet nesër, s'kam besim të politikus. A kuptoni ku ka shku politika në Shqipëri sot? Kjo forcë politike ka vendosur 2 njerëz të denj, 2 persona që janë bazuar në kodin zgjedhor me aftësitë e tyre me dokumentacionin përkatës, por ama që nesër këto 2 persona nuk janë garues, janë persona që automatikisht ligji e ka bërë të tillë që të bëhet të formë, por ama baza e Partisë Social-Demokrate është pikërisht gara midis këtyre 7 persona. Dhe unë, duke pas një eksperiencë politike të mjaftueshme, unë këtyre 7 dhe duke qenë koordinator politik, unë këtyre 7 dhe sikur ulem me t'i kafe me to, sikur i marr në telefon, i tham zoti deputet, zonja deputete, sepse për mua janë të gjithë të mundshëm që në datën 12 maj, pas numrit të votave, secili prej tyre do të jetë deputet. Dhe sekreti i kësaj force politike, zgjedhja është pikërisht gara hapur, gara ndershme, që s'do të ketë shans, s'do të ketë mundësi një që ta prishë garen. Para vetimit, para kësaj force politike, para zotit Toploshi, por bazuar në listë, sepse lista hapur, cili do të merr një vot më shumë, absolutisht do të i pari për deputet. Dhe secili prej këtyre 7 po lufton që marrë vota më shumë, në mënyrë që grumullimi i votave këtyre 7 personave vën të mundur që merret mandat. Ndoshta ndodh edhe mrekullia zonja Prena, mund pretendojmë edhe për 2, po jemi me komdo. Marrin numrin 1 herë. Kismet. Zoti Gjem? Faleminderit. Zoti Petriti, ju keni një listë prej 7 të përzgjedhurve tuaj, pra listën e kandidatëve të qartë të lejshëm nga Partia Social-Demokrate. Anisa Delej, Kreshnik Gjonaj, Alfred Gjoni, Edmond Stojani, Monika Stuta, Arti Tare, Leonard Trokthi. Çfarë do të na thoni
veç e veç për këtë ekip të kandidatëve, sepse sigurisht se ju keni një uri më të thella për këtë, dhe çfarë do t'i thonit elektoratit, cili do t'ishte premtimi për këta persona që përfaqësojnë PSD-n, nga krahu juaj çfarë do të sillnit për kandidatët tuaj. Unë kam kënaqësinë që të listë ta shfalos për herë të parë në emisionin tuaj nga një koordinator politik që e njeh mjaft mirë situatën në Lezhë, si jam unë, në një person që të 7 persona e njeh mjaft mirë që nga e kanë origjinën, çfarë profesioni kanë, çfarë përfaqësojnë, dhe më lejo që të flas për secilin nga. Me shumë kënaqësi koha në dispozicionin tuaj, sa të doni. E para do të sill dhe mendje që renditja sipas kodit zgjedhor bëhet mbi bazën e rendit alfabetik, për të nisur nga BM. Dhe e para në listë, duke patur parasysh këtë lloj renditje, është Anila Delaj. Anisa Delaj është një vajzë nga Lezhë, vajzë grua martuar, po rrjedh nga një familje nga zona Fushkuqes, një familje nga një fis në shumë traditë, nga një fis mjaft i mirë, por edhe aty ku ajo është martuar me një djalë fisnik, me një fis me reputacion, në profesion është infermiere dhe është përzgjedhur që të jetë në listën e kandidatëve për të putet. Përfaqëson në rastin konkret kurdizëm. Kemi Kreshnik Gjonaj, në dallim nga forcat e tjera politike në shkallë vendi, por në veçanërisht në Lezhë, Kreshnik Gjonaj është nga Mirdita. Ky vjen nga diaspora. Veprimtarinë e tij politike e ka nisur në diasporë, me kodin e ri zgjedhor ku ju dha mundësi me shumë vështirësi të regjistrohesh qytetarë shqiptar me banim në Europë ose në përbot, në shumë vështirësi u arrit një numër i konsiderueshëm që në rastin konkret nga Lezhë është një shifër të 14.600 banorë që janë regjistruar nga shtetet ndryshme poshtë, po Kreshniku e nisi veprimtarinë e tij politike duke bërë regjistrime, duke u thënë shqiptarëve në përbot që ejani na u dha ky rast të votojnë për pushtetin e arshëm në Shqipëri. Dhe ky është një biznesmen mjaft i suksesshëm në fushën e ndërtimit, i ardhur nga Italia, që punon mjaft mirë. Nevoja e tij ekonomike nuk është e duhura. Bile u thotë qytetarëve banorëve me ditës, që edhe rrogën time do ja la të shkojë në ndihmë të varfër. Nuk kam nevojë për këtë rrogë, por vi që ka një ndryshim për Shqipëri, ka më të mirën e mundshme për vendin tim, për Mirditën, për qarkun e Lezhës. Ky përfaqëson Mirditën. Është Alfred Gjoni. Alfred Gjoni është inxhinier ndërtimi, është një ri lezhjan, jo për të mburur bashkë origjinë nga Kashmiri, është një im, vjen nga një krahin që ka shumë popullsi në Lezhë, nga një krahin që asnjëra nga forcat politike, as PS-ja, as PD-ja, megjithse nga kjo trev ka shumë kashnitorë që janë në shkollë, janë të armjerë si punën, doktorë, inxhiniera, biznesmen, asnjëra nga forcat politike nuk ja dha mundësi një banori nga kjo zonë që tjetë në listën. U dash zoti të mdoshi partia ati që të përzidhë një kandidat nga kjo krahin dhe për këtë edhe unë ndjehemi privilegjuar sepse mendoj të jetë një pasues një jepni politike lezhane që besoj që do ndjek rrugën e Xhexhait të tij, se jo pak më mirë se Xhexhait që t'ja kaloi. Kemi Fredi përfaqëson Lezhën, kemi Edmund Stojani, është nga Mamursi, një djalë në plot energji, që e njeh mirë politikën, është marrë në strukturat e Partisë Socialiste, dhe ka drejtuar në forcë politike në Kosovë, ka patur detyra të ndryshme në bashki, shquhet për veti organizative, për njëri konkret, për njëri fizik, duke qenë se kur binasit me veçanti si gjitha treva tjera, po
kanë tipare fisnime punore dhe karakteri e tij bashkëpunimi me qytetarët e Kurbinas që bëjnë në procedur të marrë në konsiderueshëm votash për PSD dhe për emrin. Monika Cuta është një gocë lezhane, juriste, kjo përfaqëson vajzën dhe gruan lezhane, ose një gocë shumë e aftë për të drejtuar, për të bashkëpunuar në shoqëri, biznes dhe kudo, ka dhënë prova dhe është një kandidate potenciale për deputet. Kemi artitare që përfaqëson kur vjen Lezhë, pasi artitare është një mjet, i cili punon me devotshmëri për disa vitesh, mund të jetë nga mjekët e veçantë në Lezhë. Lezhë ka shumë mjekë të mirë, shumë profesionistë, por ky është në veçantë se nuk përflitet poshtë e përpjet për afera, për problematika të ndryshme, është një mjek mjaft i mirë që gëzohet një reputacion të konsiderueshëm, qoftë në Kurbin, qoftë në Lezhë, po edhe në Mjekti. Dhe ky është një kandidat i mirë përzgjedhur për këtë garë. Kemi Leonard Troci, edhe ky është nga Kurbini, jurist, ka 4 detyra të ndryshme në zonën e Kurbinit, të cilat i ka kryer me sukses. Dhe tani deri para pak kohësh është sipërmarrës privat. Tash është ndarë nga këto përgjegjësi për momentin dhe është futur në garë për të marrë mandatin e deputetit. Pra është një listë për 7 personash që secili është më i mirë se shoqi, është më i zoti se shoqi dhe kam besimin që secili prej tyre do marrin numër të konsiderueshëm votash, që të gjithë së bashku të marrin një mandat dhe ky mandat do ta gëzojë njërin nga këto persona. Por ama asnjëherë nuk mund ta gëzojë njëri pa kontributin e secilit. Uroj që të shkojë mbar kjo fushat, të kenë sukses secili prej tyre dhe mbi bazën e kontributeve në vijim do ketë edhe vlerësimin nga ana e Partisë Sociale Demokratike. Urojmë edhe ne, zoti Petrëgjoni, zone Brenda, keni ndonjë pyetje edhe ju plotësuese kështu që ndoshta nuk kemi nxjerrë përgjigje diku? Besoj që shumë shka është thonë. Normalisht që gjatë muajit prill ne jemi këtu, për thonë gjëra të reja të cilat si kemi dëgjuar sonte nga drejtuesi politik i qarkut, por edhe nga kandidatë të cilët janë një ekip i mrekullueshëm, siç e tha edhe Petriti, unë një pjesë mirë nga këta edhe i njoh, nga të njëjtat përshtypje, pasi reputacionit që kanë, ambicjet që kanë, puna e tyre shkëlqyer nga familje të mira që rrjedhin, aktiv në shoqëri e kudo, besoj që kemi një kandidat i sotëm deputetin Ecër më shpak, megjithatë ju urojmë shumë suksese. Faleminderit zona Brenda. Nëse nuk kemi ndonjë pyetje, unë do t'ja jepja mundësinë zotit Petrëgjonit edhe një herë që a ka diçka për të shtuar që diçka u ka mbetur pa u thonë, na thoni përpara dëgjuesve tanë, dhe cili do të ishte mesazhi juaj për dëgjuesit dhe elektoratin e gjerë që po ju ndjekin përmes emisionit ton në Radio Sibilat e Verit. Në përfundim, në që jemi dhe përfundimit të kësaj interviste, zoti Gzim, zonja Brenda, unë do t'ju falenderoj shumë. Falenderoj juve. Falenderoj ju. Në këtë valet e radios tuaj, por njëkohësisht do t'ju kërkoj edhe një falje në mënyrë publike se jo politizova shumë emisionin tuaj. Jo, i ftuar ishte i tillë. Neve e kemi llogaritur sepse edhe kemi menduar mirë gjatë dhe sigurisht se kjo shkon në interes të qytetarit, në interes të elektoratit dhe është e mirë se ardhur për shoqërinë e gjerë. Prandaj edhe kontributi ynë sado i vogël të jetë e kemi menduar këtë dhe nuk na prish punë. Megjithëse ne merremi më shumë me letërsi, me gjëra tjera, por gjithsesi jemi munduar që edhe ne të përmes valve të kësaj radio të vogël, me emrat tonë që dihen
shumë mirë, pra unë jam Gëzim Ajgeraj që sot numëroj 220 libra të botuar dhe zonja Brenda Sejdia që numëron 50 libra, pra emrat tonë janë goxha të ngritur në letrat shqipe dhe sado e vogël kjo radio ne t'i japim pak zë edhe shërbimit për ju dhe për partinë tuaj, por gjithsesi edhe për të mirën e popullatës. Prandaj nuk ja kemi frikën edhe pse sado që të politizohet kjo. Është hapësirë, ne jemi shqiptarë të gjithë dhe i punojmë për interesin e përbashkët. Unë çmoj kontributin tuaj zotni Petriti dhe shpirtin tuaj brillant, një shpirt të sinqert, i cili në çdo kohë është munduar të jetë qytetarit dhe bashkombas vetë pranë për të ndihmuar, për të kontribuar, sepse vetë flet puna e juaj dhe ajo që gjithë ne sollëm në këtë emision. Unë do jap mundësinë që ju të vazhdoni, më falni që u ndërpreva dhe sigurisht është një mundësi e mirë që ju të shpalosni çfarë dëshironi të thoni. Thojeni lirisht. Ju falenderoj zotë Gëzim, unë bëra autokritike në fund shakaje, pasi kam ndjekur në mendje emisionet tuaja. Faleminderit. Faktikisht emisionet tuaja janë mjaft të kënaqshme, liqen shumë nga opinioni publik dhe dëgjuesit tuaj po vinë gjithmonë në rritje. Unë ju përshëndes, ju admiroj ju të dy për gjitha ato arritje që përmendën shtetërore në realizimin. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Sa libra që duhet me shënu, them me i maj shënim se nuk mahen në numri atyre që thej libra. Faleminderit. Vërtet për Gëzime, unë kam informacion të fuqishëm për autoritetin tuaj, për biografinë tuaj, për asisht tuaja dhe përgëzoj shumë, njëkohësisht edhe zonin Prena, që është bashkëpunëtore e imja për e vitesh dhe falenderoj shumë për arritjet dhe sukseset në leshme të ju. Ju falenderoj shumë për mundësitë që më dhatë që unë t'i drejtohem në përfundim të kësaj interviste, t'i drejtohem opinionin publik, se jo shqiptarë së pari, votoni Partinë Social-Demokrate, votoni numër 11, sepse numër 11 është një forcë politike, votoni Tomdoshin, i cili është një njeri i zotin politika shqiptare, është më mirë se të veçantë që është në kam qovë, është se jo, sigur pa laftëri pak shumë, por nuk duhet baj servili para kryetarit partisë, as para emisionit tuaj, por është kur shteti që e meriton që të ketë një mbështetje që thanë që sepse politika shqiptare po përjeton momente mjaft problematike. Votoni numër 11, votoni Partinë Social-Demokrate, qytetarëve leshanë, banorëve leshanë, do t'ju bëj thirrje. Votoni këtë forcë politike. Votoni numër 11, votoni njërin nga këto kandidat që ju mbushit mendja se është i aftë, është më i mirë i mundshëm që të përfaqësojë parlamentin e ardhshëm. Po ashtu, votimi i kësaj force politike në qarkun e Lezhës është një besim i madh edhe për mua. Përmendem pak më përpara gjitha ato pozicione që kam kaluar. Nuk më bën përshtypje se kam qenë prefekt, deputet, drejtor e tij. Unë jam i thjeshtë, ulem pi kafe, ulem bashkëbisedoj, çaj hallit me banorët e mi, me lezhjanët e mi, si një njeri i zakonshëm, pa patur parasysh se cilat etapa kam kaluar në jetë, çfarë detyrash kam parë. Unë jam një njeri i thjeshtë dhe të jem gjithmonë në shërbim të tyre për hallet, problemet që ato do t'i shqetësojnë. Votoni këtë parti politike pasi për momentin kjo forcë politike është e vetmja forcë që ju jep një shpresë për banorëve lezhjanë, e qytetarëve shqiptarë dhe do të bëjë më të mirë e mundshme. Në datën 11 votoni numër 11. Është tretë dhe thjeshtë. Tabela fleta votimit e ka çdo qytetar, çdo banor shqiptar e ka mjaft të thjeshtë. Në fundin e numra është numër 11. Voto në datën 11, numër 11. Ju falenderoj shumë, zotë Gëzim, zonja Prena, për këtë mundësi që më dhatë, që shpalosim shumë gjëra të cilat i thamë, për jetën time, vërtetarin time, forcën politike, Partia Social-Demokrate, që lëvroj një rezultat sa më të mirë të mundshëm në këtë zgjedhje. Faleminderit zotni Petriti. Zonja Prenda, kemi edhe komente dhe shikues nëse do të gjeni të forcë edhe kohë për t'i lexuar apo.
Edhe nëse ka ndonjë koment me vretje, ju lutem na lexoni. Patjetër. Tani në nderim të 812 miqve që na kanë ndjek deri tani, ju jemi shumë falenderuar. Shumë faleminderit. Pasi gjithmonë jeni me ne, jeni mbështetja, jeni vërtet frymëmarrje. Boris i Vjesh Koza, urime për emisionin, të ftuarit të urojmë suksese dhe javë të mbarë për gjithë. Faleminderit Bora. Alma Gjela i Shkoza, urime për emisionin, suksese dhe një fillim jave të mbarë, ju uroj gjithë të mirat stakit e respekte. Faleminderit poete. Marshida Volisedia, shumë urime të gjithëve. Faleminderit. Spiro Kote, urime, emërtimi bukur, të gëzoni me shumë suksese pa fund. Faleminderit Zoti Spiro, gjithë mirat për ju. Fatmira Limani, urime suksese, respektush, drejtues të emisionit dhe të ftuarit. Faleminderit poete. Shëndet ju. Elizen Elivira, urime të gjithë dhe suksese emisionit tuaj. Ju falenderoj përzemërsisht. Trita Pushati, shumë urime për emisionin, ju uroj suksese, faleminderit Mite. Shpresa Fundo Gjergje, urime të gjithë dhe suksese emisionit tuaj. Faleminderit profesore. Gazeta Çura Jepërm, shumë urime, shumë faleminderit. Lavdije Hoxha, urime suksese emisionit tuaj. Ju falenderojmë shumë. Ardita Prebiva, shumë urime për ju. Gjithashtu dhe për ty Mike. Lumturie Sulejman Drenica, urime suksese emisionit tuaj. Ju falenderojmë përzemërsisht. Derina Komi, urime suksese, faleminderit poete. Lumturie Fortuzi, urime suksese për emisionin, gjithashtu dhe për ju. Laureta Malaj, urime dhe suksese për emisionin tuaj me vlera. Faleminderit poete, shëndet ju. Kumria Vëlshala, urime suksese për emisionin mish të mirë. Faleminderit poete, shëndet për ju. Po lexojmë dhe emrat të cilët kanë klikuar: Gjeorgj Viti, Lulzim Hajdari, Albert Hunsaj, Agit Pipa, Diana Çelepia, Albert Kuka, Vlerina Tina, Mustafa Param, Kumria Abdulshana, Leze Geka, Shpetim Logu, Mia Aida, Lelio Luis Gjergji, Tonin Noka, Gjovalin Sara, Haçi Met Krasniqi, Trek Shkoza, Aleksandr Preksuti, Monda Monda, Bib Marku, Laureta Malaj, Miradije Zyberi, Lufturi Fortuzi, Hajris Fasliu, Lerina Plomi, Servete Elesi, Petri Qoni, Muzeu Etno Kastrioti, Angelici Pango Manesi, Ardita Prebivaj, Gazeta Çura Jepër, Ndrita Qoni, Bushra Petrita, Qin Koldodaj, Kristian Dior, Bekzat dhe Mërvete. Falemderojmë edhe ne profesor doktorin Bekzat Valiu dhe Mërveten që na kanë ndjekur në këtë emision, profesor doktor në Universitetin e Prishtinës. Prena Prendi, Gjeladin Osmani, Hajrush Kshiku, Milaj Mezini, Mero Kima, Eliza Elvira, Shpresa Barbushi, Trafina Mira Muçka, Viktor Gjergji, Fatmira Limani, Asime Dauti, Armani Gjins, Nutetaj, Pjetër Zepi, Reki Syka, Marinina Kuçaj, Gjon Kruja, Gjovalin Shkoza, Alex Kat, Grande Makaj, Kasper Alia, Bianca Dushaj, Spiro Kote, Mirsata Logu, Piro Milona Minella, Arben Leka, Leshqoka, Duati Lipaj, Mari Krasniqi Qoqaj, Islam Balaj, Aslan Gjuci, Ram Isakaj, Alma Gjela Shkoza, Syl Sejdi Ahmeti, Daud Dyqi, Diana Ceno, Dimitri Shkurti, Buna Boazi, Ishmet Hasko, Kazen Doka, Kristina Lula, Aisha Katana, Enver Husene, Vera Toska, Miranda Trocedirti, Shpresa Zornacin, Vurkuraku, Tori Shkoza, Silva, Sokol Pjetër Qokaj, Ilyas Lala, Abdullarifaj, Lugjej Zaldard, Boris Edjer Koza, Fatmir Marina, Aleksandr Ndoj, Vesa, Kadri Gega, Agim Oblia, Vitim Ukjonaj dhe Terezina Përdeta. Shumë faleminderit miq. Sigurisht se neve kemi edhe shumë faqe që i kemi të shpërndarë, kemi metaforën, pendën e artë, faqet tona dhe është e pamundshme që ato t'i mbledhim së bashku për t'i lexuar. Kërkojmë falje edhe nga dëgjuesit tanë, sigurisht. Suksese për dëgjonin dhe përsetet të Vloshit, ju uroj një rezultat sa më të lartë në këtë zgjedhje, sepse jeni të dy burrat e besës fjalës dhënë. Shumë faleminderit për këtë mesazh të bukur. Busi, urime për emisionin Suksese Mbarësi, Zoti ju bekoft e ju dhe të ftuarin tuaj Zoti Petrigjoni, ju faleminderit bekime edhe për ju, Ismet Shqerri, respekt Zoti Petrigjoni, jeni figura politike më e pasër nesh, ju faleminderit shumë për mesazhin. Tori Shkoza, mirëmbrëma dhe urime për emisionin Suksese Zoti Petrigjoni, faleminderit shumë. Gjovalin Shkoza, urime për emisionin Suksese Zoti Petrigjoni, shëndetet mira ju.
Stazi Ndoka, sukses e pashi gjithmonë të regioni. I uroj gjithë të mirat për kandidatët e rinj të PSD, sepse për këta të rinj ka nevojë vendi jon. Fitore dhe vetëm fitore. Ju faleminderit për komentin, gjithë mirat ju. Nikolën Gjoni, së pari urime juve për emisionin. Voto PSD dhe Alfred Gjoni. Patjetër për këtë emision dhe Konflikt interesi. Valbona Gjoni Duli, urime për emisionin, brenda se Ilia Gzimajgerajt, votoni PSD, votoni Alfred Gjonin. Të përshëndesim fitoria qofte për bashkët. Flora Gjoni Sërkeska, paqe veç suksese Radio Sibila të Veriut, i kluari i Zoti Petri Gjoni, na kënaqe me këtë intervistë kaq të mirë e kuptim plot. Paqe veç suksese PSD, suksese Alfred Gjoni. Suksese qofshin të pandalshme vërtet. Suksese edhe nga ana jonë. Shumë të mira. Përshëndetjet më të mira me sinqeritet nga Zvicra. Ibrahim Rostem Lataj, Vojsava Branko, Kastriot Proveshaj, kanë përcjell mesazhet e tyre me respekt, gjithashtu i falenderojmë. Gëzim Ajgera, i falenderit e respekt për të ftuarin tonë Zoti Petri Gjoni, një vlerë mrekullueshme kombit i cili ka dhënë shumë për komunitetin dhe shoqërinë shqiptare. Shëndet e suksesit Zoti Petri Gjoni, falenderit shumë Zoti Gëzim. Kanë përqyrë Gjin Koldoda, kurse Ridrizi për naprentin duhet jetaj Vojsava Branko, Pjetër Billi, Dila Verzani, Vitim Ukgjonaj, Shpresa Zurnaci, Elajoni, Mirsada Logu, Albert Lucaj, Luci Palaj, Gjoni Peshk, Viktor Gjergji, Qerim Kastrati, Nikrosaj, Prekshkoza, Hajrush Qiku, Ibrahim Rustem Lataj, Fatmira Limani, Resmi Emalo, Sonja Prena, një shkutje të vogël. Ladi Hasaj, Kona si vën ndeshje, urojmë fitore, kombëtore, fitore. Kamasmuti, Denisa Urojmë. Barova, Donika Mortezaj, Gjën Nikoli, Gegaj Trokoj, Ndrek Njilaj, Skander Tufa dhe Bajram Kraja. Shumë falenderuese për secilin me ju, se keni komentuar, keni përcjellë dhe keni qenë me ne sot. Urojmë që edhe Shqipëria sonte të fitojë. Faleminderit. Faleminderit, respekt shumë për ju. Respekt, paqe të mira shnete. Ta kofshim vesh me fitore. Kemi këngë apo të përshëndetim për fund? Ta përshëndetim pasi po fillon Ndeshja. Dëgjues të nderuar të Radios Sibila të Veriut, ju falenderojmë në kohën që ndahet me ne dhe me të ftuarin tanë. Sigurisht se jeni ndarë të kënaqur nga mundësitë që ne krijuam për të zbërthyer sa më shumë nga ky qarku i Lezhës me rrethin, pra dhe nga Zoti Petri Gjoni. Ne falenderojmë Zotin Petri Gjoni, falenderojmë zonin Prenda Sejdia që ishte pranishme, dhe nga unë Gëzim Ajgera ju urojmë një natë të mirë të gjithë juve që na ndoqët në këtë emision. Faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë.